Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se rikëthyet në Vibe. Sot kam kënaqësinë të mirëpresë në studio një nga aktoret më të spikatura dhe më të dashurat të skenës shqiptare. Prej vitit 2009, ajo është nga figurat e rëndësishme të trupës së teatrit kombëtar, fituese e çmimit Kult si aktoria më e mirë dhe një emër që ka shkëlqyer në dramë, komedi dhe kinematografi. Ajo është Eriona Kakeli. Eriona, mirë se erdha. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Atëherë unë dua ta nis, cila ka qenë sakrifica më e madhe gjatë karrierës tënde ose në hapat e parë të karrierës? Sakrifica më e madhe, sa qef kur si di pyetjet përpara, të gjen kështu pa përgatit. Sakrifica më e madhe gjatë karrierës, që nuk kam ndërprer shfaqjen kur kam qenë me hemoragji. Si nuk e ndërpreve? Nuk ndërpritet. Ishim me festival, kështu që ishte pamundur ta ndërprisja. Po në fillimet e tua të karrierës? Në fillimet e mia të karrierës, sakrifica po thua? Po. Po, ato janë që kam duruar më shumë dhunë se sa më lejonte karakteri. Kur thua dhunë, për çfarë dhunë? Profesionale, jo dhunë kështu fizike, jo. Dhunë profesionale, presion. Për shembull, profesional e kam duruar për hir të idealit, pasionit, të asaj gjëje që mund ta humbisja po të reagoja. Në fakt pas 22 vitesh 3 sa i bie, mendoj që ka qenë jo zgjedhje e dur. Pse? Po se në fund ti do shpërthesh dhe do jesh po ai njeriu që ke duruar dhe ai tjetër është mësuar që ti durosh dhe vjen një moment që ti s'duron dot më, se do dalesh prapë te vetja, kështu që s'ja ka vlet fare ajo gjë. Sepse është pala tjetër që nuk e kupton që ti e bën për artin këtë gjën, e mendon se e shijon këtë mënyrë të udhëzuari ose drejtuari artistikisht. Si ka ndryshuar perceptimi juaj për aktrimin nga roli i parë deri më sot? Ka ndryshuar, le të themi, si bie, si është ajo, 180 gradë, sepse është totalisht kur e nis je ende nuk e njeh veten. Edhe gjithë jetën ti nuk ke për ta njohur dot veten, se veten e njeh në rrethana të ndryshme, thua unë isha kjo që reagova ose unë isha kjo që bëra këtë, në varësi të jetës, po për mua është gjithmonë në rritje dhe ka surpriza aktrimi, ka të panjohura, është si një pus që gjithmonë ka ujë, edhe ti duhet vetëm të gërmosh edhe ta nxjerrësh. Cili vlerësim apo kritik të ka shërbyer si kthesa më e madhe profesionale për ju? Vlerësim ose kritik? Okej, është do përmend Kunjakin, regjizorin i cili më kritikoi shumë rënd, me thënë drejtën, por ndërkohë nga ana tjetër ishte vlerësim që nuk besoja as pak te vetja ime. Në fillimet e tua? Kjo ishte mund mes. Gati drejt fundit. Para 3 vitesh ishte kjo bisedë me të. Nuk besoje për atë që çfarë? Për atë që mund të jepja, për atë që isha. Domethënë gjithmonë e nis nga zero një proces, sidomos kur janë regjizor me emër profesionist edhe që nuk më njohin fare. Pra nuk e kam atë e kam komplet në të kundër, se ka dhe disa që e kanë vetë vlerësimin të tepruar, ka ca që e kanë të tyren dhe kanë tite normal, ka ca si puna ime që e kanë nën vlerësuar veten, pra nuk e bëj dot unë këtë, nuk jam unë për këtë gjë, nuk e di, ashtu ndodhi një proces, kështu që ky mendoj që ka qenë kritika dhe vlerësimi që më ka shërbyer pra për një rikthim të Erionës që tani je me vetbesim të lartë, besoj. Është luftë shumë e madhe psikologjike, historia e vetë vlerësimit edhe besimit e vetja, por një proces
të mirë, pra Bëhet janë në fjalë rrugë profesional, për vetbesimin profesional. Jo, kështu në jetën e përditshme mos më dil përpara. Është vetbesim ka. Po, pse jo? Cila është gjëja që të motivon më shumë? Më shumë për çfarë? Për që jam kjo që jam? Kjo që ja. Është jeta, është ky filmi, nuk është fjalia ime, është e time motre, është ky filmi që jetës tonë që duhet ta shohim të gjithë dhe ta jetojmë, kështu që ta jetosh sa më bukur dhe sa më me të qeshura, hallet nuk t'i zgjidh dot askush. Ato do kalojnë, të kanë procesin e tyre si çdo gjë. Merr sa më lehta marrësh, aq më mirë je dhe aq më mundesh të motivosh veten për të ecur përpara. A ke menduar ndonjëherë të heqësh dorë nga aktrimi? Kur? Sidomos nga aktrimi teatr. Jo. Kam bërë shumë sakrifica. Nuk e di a do ta bënte dot dikush tjetër, po besoj që kush e do nuk quhet profesion më, quhet adhurim, nuk ka lidhje me, nuk është të luajturit një rol, apo nuk është të qenit aktore, pra nuk ka lidhje as fama. Është gjithë procesi i rrugës tjetërsimit, procesi që ti bën brenda vetes është si një terapi psikologjike, puna me një rol që s'ka lidhje me karakterin dhe personin tënd që Në fakt, unë jam shumë kurioze të di se sa e vështirë është për një aktore në Shqipëri të paguhet dhe të vlerësohet në mënyrë dinjitoze. Dinjitoze. Tani, me thënë të drejtën, rrogat e aktorëve të teatrit kombëtar, duhet thënë, janë rritur, nuk janë më rrogat që kanë qenë. Pra ka një dyfishim page, kështu që ta lehtëson pak atë që kur punon lodhjen. Ndjehet dukshëm kur del në mëngjes dhe sidomos në periudhën që ke prova nga 12 orë ose ke një 2 orë pushim nëse të del koha të fare të shkosh në shtëpi po do hash drekën jashtë apo do marrësh pra do llogarit edhe një shpenzim ekstra të një fruti apo të një vitamine që do ta marrësh që është ekstra, apo pastaj fillojnë dhe intervistat mbas të punës që ti ke, po të një këmishe që do blesh. Ka kosto. Pra, çdo gjë ka kosto, të një toni, të një make-upi, të një se do të kesh në shtëpi edhe ato që duhet përgatitesh. Nuk është mendoj që është profesioni më i varfër për momentin. Për atë proces që ka mendor dhe mesazh që jep në publik, se ka profesione tjera që okay, me gjithë respektin, do thon ata që ne jemi 8-4 në punë, po nuk është kjo. Nuk është kjo lodhje, nuk është ky proces mendor. Është shumë profesion i vështirë. Edhe i pavlerësuar është sa duhet, le të themi? Pavlerësuar. Po, i pavlerësuar është se për sa kohë ne jemi ende me s'kemi status artisti, kështu që nuk ka vlerësim. Teatri kombëtar është shtëpia juaj e dytë prej në vitin 2009. Po. Çfarë ndjesie ju jep ngjitja në atë skenë? Ngjitja në atë skenë është porta e artë e çdo studenti edhe aktori edhe çdo kush që ndërron të jetë aktor me profesion. S'ka ndjesi, është magji, është tempull, është vend i shenjtë. Është si të shkosh në një vend të shenjtë, kjo është ndjesia nëse ta përshkruaj, ka tjetër dimension, ka tjetër fuqi, ka Unë jam kurioze në fakt të di për çdo shfaqje, janë emocionet si ditën e parë kur je ngjitur për herë të parë në atë skenë? Absolutisht, ka tharje goje, ka raje zemre, ka marrje fryme, madje me kolegët e themi gjithmonë, po si nuk u zbut një herë, si nuk është përgjithësia që do jesh, gjithmonë është një sy që
do jetë kritik, është gjithmonë një shfaqjet këtë ka të bukur teatri që nga si dje sot nuk janë të njëjta sepse ti nuk je i njëjtë. Edhe është gjithmonë një tension, e ka pasur një studiues anglez që aktori, sipas studimit që ka bërë ai diku te 10 vjet më duket, aktori gjatë një shfaqje humb 10 vjet jetë. Adrenalina që shkakton emocioni, sigurisht edhe energjia për të bërë punën. Të cilën këtë 10 vjeçar e merr me njëherë në momentin që fillojnë duart trokitit. Pra, kjo është loja, nerva, zemër, gjak, presion. Monodrama Burka e Medeas ka pasur një ngarkesë të jashtëzakonshme. Si arrini të shkëputeni emocionalisht nga një rol i tillë pasi fikën dritat e skenës? Burka e Medeas është një ndër shfaqjet që unë do ta kem xhan gjithë jetën. Për mënyrën se si u dashurova me të nga një projekt i Jem Andreas, lexim të veprave të përkthyera të Ballkanit dhe bëri vëllimin e parë dhe e bëri në formë prezantimi me aktor duke bërë lexime live. Dhe mua më ra për të lexuar Burkën dhe ndërkohë i thash që unë dua ta bëj këtë patjetër. Dhe sigurisht e bëm me emën. Dhe ajo është një vepër që e kam rikthyer 3 herë, përveç leximit që e kam bërë te pishina e teatrit kombëtar të vjetër, le ta themi, se po pretendojmë të bëhet i riu sa më shpejt, por si lokacion, teatrit kombëtar të vërtet. Dhe pastaj e kam rikthyer me Ema Andrean regji dhe prapë me Ema Andrean në një më të shkurtuar në një Femfest, në një prezantim të ditëve të gruas, 7-8 marsi. Si është e jetosh? Ajo është një vepër që është universale. Vetë autori grek e ka marrë nga Medea e antikitetit. Kështu që është e njëjta historia e një gruaje e cila sakrifikon edhe fëmijët e vet për çështje ideale. Pastaj është ideal fetar, është ideal kombëtar, është ideal dinjitet mbijetese. Pa hajde ta marrim, por është një gjë që nuk ikën asnjëherë. Pra, çdo grua në botë për mua është një Medea. A përfshiheni emocionalisht ju kur jeni në aktrim ose kur keni një rol të caktuar? Po su përfshive. Nuk reagon ti që më sheh mua, se ndryshe po su përfshiva. Sa i përjeton rolet? Po procesi se ka një të mirë që të lejon disa ditë që ti ta marrësh veten dhe ta si më thën ta bësh në një formë dhe varet nga roli. Nëse është një rol me ngarkesë emocionale shumë të fortë, kërkon edhe përqendrimin më të fortë. I përjeton aty, pra është një metodikë e cila është zgjat 30 ditë në varësi të punës, 40 ditë, është një rrugë që të mëson se si ti ta prezantosh këtë personazhin ditët që është shfaqja. Dhe përfshirja emocionalisht është gjithmonë përpiqem të bëj më të mirën, po nuk jam unë ajo që them jam full shumë mirë. Është publiku që mund thotë ose regjizori që thotë për shkak sot ishe shumë mirë. Dje ose sot ishe pak më çfarë ndodhi se ka të papritura. Ndodh pengohesh te një gozhë, të griset një rrob, të bie është një zhurmë, kollitet një spektator, qan një fëmijë në skenë, do të thënë ka shumë papritura të cilat lëviz dinamika. Për shfaqjen ëndra e një natë vere morët çmimin aktoria më e mirë. Pa. Edhe mbeti aty. Aty u ndalën çmimet. S'kam. Çfarë pati magjike ai proces pune? Po pati magjike. Në fakt është një rol që unë kam
bërë edhe në diplom në 2001 dhe pastaj rikthyer në 2012-13. Magjike. Është puna me regjisorin, është regjisori që u rikthye në skenë teatr kombëtar edhe pak shtatorin e 2025-s që vuri si ta doni veprën e Shakespeare-it, është i njëjti, ishte një audicion dhe ka qenë jo audicion i lehtë, ka qenë goxha intensiv dhe pra kam kaluar diskute 4 faza të audicionit me monologun në forma të ndryshme ose kërkesa që kishte ai. Dhe pastaj procesi i punës. Kjo është juria që pse vendosi juria të më jepte atë çmim mua. E ke pas merituar përderisa ka vendosur juria. Po tani mendoj. Unë jam shumë kurioze të di si është të punosh me regjisor me stile kaq të ndryshme. Si je me Andrea Ilir Bokshi, po. Apo Gzim Kame? Po kanë totalisht, domethënë janë 3 emrat që janë botë të ndryshme, edukime të ndryshme, talente të ndryshme. Po e nis nga më i madhi në mosh, Gzim Kame, të cilin e kam njohur duke zëvendësuar Raimonda Bulkun të gjithë me huqe. Aty kam pas fatin të luaj në skenë dhe me Roland Trebickën e ndjerë. Kanë qenë 2 javë intensive. Dhe me Bokshin është proces, pra me Gzimin e ishte pothuajse gati roli dhe procesit të tjerë të kishin gati dhe ishin të gjithë përfshirë që unë të arrija 40 ditëshin në 2 javë, pra 40 ditëshin procesin e punës që kanë bërë gjithë, kanë njohur tekstin edhe më ndihmonin shumë. Ndërsa me Bokshin e njoh edhe shumë personalisht, pra mund ta quaj një ndër, unë e thras bab, edhe kam babën jo biologjik, po babën tjetër të jetës time, është të punosh me një njeri që të di dhe të beson dhe të njeh disa skuta të tuat ku një regjisor i cili është pak më i distancuar me mua dhe nuk arrin të më njohë atë që mund të arri unë kur jam në gjendjen time më të qetë. Sepse unë jam pak shumë e keqe me veten, pra kur jam në gjendje kur më kontrollon, unë nuk prodhoj. Pra jam bëj blok edhe Domethënë të jesh e lirë. Dhe këtë çlirim ma ka krijuar vërtet Bokshi. Domethënë pas ke pas marrëdhënie, domethënë me Bokshin. Më mirë. Me Bokshin, po, me Bokshin shumë më mirë, po sigurisht dhe me Emën, e cila është mike e imja, kështu që është proces, pasaj me Emën është proces tjetër, ishim ne të dyja e bëm këtë shfaqje. Se s'kishim aktor të tjerë, kështu që nuk mund ta krahasoj dot për shembull me Bokshin për shkak të procesit, se me Bokshin ishte një ansambël, një trup, kemi bërë 2 shfaqje bashk të ndryshme, Edipin Mbret dhe Frankensteinin, kështu që nuk ka krahasim, jo. Por janë regjisor të cilët më kanë nxjerrë në pa atë që unë kam lënë në hije. Ju kemi parë në projekte si Filmat Femrat dhe Ndërkombëtarët. Si ndryshon tematika e aktrimit para kamerës krahasuar me skenën e teatrit? Ndryshon siç na tha ky regjisori këtu që mos e kemi bërë mos dëgjojmë shumë. Njëta gjë është. Sa mi stresësh jam. Ndryshon shumë se teatri ka një që duhet ta dëgjoj edhe ai tek arritja fundit, ndërsa filmi ka një proces që nuk është nga fillimi deri në fund, xhirohet skena e fundit, se varet kur i kanë ndarë ato mbas buxhetit, ditët e xhirimit dhe vendet e xhirimit. Ti xhiron finalen sot
që jemi sa është data sot dhe e mbaron, e xhiron fillimin mbas 25 ditësh. Kështu që ka një proces shumë interesant që duhet mbash mend vijën logjike pavarësisht se ta kujtojnë, por emocionalisht duhet mbash mend vijën tënde logjike të procesit tënd që nëse do ta quaja kjo është vështirësia që ka filmi, si më thënë kontinuiteti i personazhit edhe i situatave, por nga ana tjetër ka dhe ato që ti do e ripërsërisësh, asnjëherë nuk je njësoj, po është partneri që bën një lapsus ose një defekt dhe pastaj ti kthehesh, për ty mund të ketë qenë skena më e mirë, po ndërkohë ta ka prish partneri. Janë gjëra që varet gjithmonë nga tjetri, pra nuk varet nga ty, siç është skena, që edhe nëse ndodh një e papritur skena teatrit, një e papritur nga partneri, të jetë ti aty që duhet t'ja dalësh. Pra nuk ka kështu e po e bëjmë regjistrim. Edhe ti si të pëlqen më shumë, në teatr apo në teatri është jeta ime. Jeta jote teatri. Po. S'ka pikpyetje fare. Çfarë magjie të jep? S'më jep magji, më shëron. Më fuqizon, më bën të është i vetmi vend ose mënyrë ose profesion, nuk di si ta them, që bën që ta gjej Erionën gjithmonë Erionën e vërtet. Vetveten. Do të thënë është. A mendoni se kinematografia shqiptare po kalon një epokë të re të mirë apo ka ende mungesë skenarësh të fortë? Nuk flas dot, se nuk është se jam edhe e përfshirë. Duhet të jesh shumë, domethënë, unë mund të them mendimin tim, por mendimi im kur del nuk kam frikë se keq interpretohet as pak, po duhet të jesh shumë korrekt. Skenare s'është se kam lexuar, se unë nuk e di, çdo vit aplikohet dhe fitohet, kështu që ata që i kanë lexuar skenaret e dinë a janë të mira apo jo. Por nga ça prodhohet, krahasimisht, po themi ta marrim me Kosovën, që skenaret janë më të mirë. Edhe këtë nuk e them dot, se varet, filmi është edhe politik deri diku. Edhe kam bindjen që është politik. Pra ku ka hyrë producenti, ku ka hyrë talente ka, ndonjëherë nuk është vetëm skenari ai, po është montazhi, është gjysma e filmit, është muzika, është drejtori fotografisë. Pra nuk jep dot një vendim kështu dhe pikë, pra nuk e marr dot këtë barr. Më vjen shumë keq dhe do doja shumë sepse kemi aktorë shumë të mirë dhe kemi edhe regjisor të rinj shumë të mirë të filmit, të cilët do doja vërtet i shikoja me nga një film në vit, pse jo, se u bën mirë dhe atyre, po i bën mirë edhe Shqipërisë nga ana kinematografike. Cili ka qenë roli më i vështirë në një film që ke bërë? Edhe pse? Gjitha rolet janë vështira, po nuk mendoj. Era parë në film është një, duke qenë se edhe kanë qenë vitet kur jam diplomuar, unë është 97-2001 dhe kanë qenë vite që nuk ka pasur prodhim kinematografia. Edhe kam pas një rol episodik, po themi, le të themi gati figurante, pastaj ka qenë roli i parë te Letra Ere, që vinim nga shkollë teatri, nuk dija si të sillesha me kamerën, ti e mëson me leksione atë
sigurisht në shkollë, por nuk është se kishim ushtruar, pra kishim bërë një detyrë apo një test apo një provim, siç bëm me teatrin, me fjalën, me monologun, me skenën, me një shfaqje dhe pastaj ti diplomohesh. Kjo ishte një që është edhe i mëson, mendoj që filmi parë të Letra Ere ka qenë ca momente shumë të vështira. Gjithmonë është e vështirë, por ca gjëra, ca klike cilat i kupton rrugës. Për shembull, unë jam shumë e bukur. Ti je yllbata. Ti je shumë e bukur dhe kjo është e vërtet. Kur dal në ekran, por me para aparatit fotografik i cili është statik, unë jam Ato doja të pyesja si ke marrëdhëniet me kamerat. Me kameran, për shembull, tani, okay, ndihem mirë. Ajo drita kuqe. Ndërsa po të më thuash, merr një pozë tani edhe. Të bësh foto. Bëj foto, jam nuk dal asnjëherë, nuk jam rahat. Atëherë unë jam shumë kurioze të di se ti the më vjen mirë që ka regjisor të mirë, aktor të rinj të mirë, bëjnë mirë vendit, Shqipërisë dhe kinematografisë. Atëherë jam shumë kurioze të di, këto artizat, ky brezi i ri një aktorëve, a i zëvendësojnë dot aktorët e vjetër, figurat e vjetra? Unë mendoj uroj të dëgjohem, dhe kjo është kështu dëshirë e imja, që nuk ka krahasim. Nuk duhet nuk mund të krahasohemi me të a vazhdojmë rrugën, a jemi drejt një rruge. Sigurisht bazat janë dhe modeli është ai që ne kemi parë dhe kemi adhuruar, por tjetri që është i ri, nëse ecën në rrugën e atij modeli, atëherë rritet e te kalon, është ndryshe. Pra ne është gabim shumë i madh të krahasojmë. Krahasohet Michael Jackson? Jo. Krahasohet Francis Coppola? Pra, po nuk mund t'i thush për shembull Mario Banushit, i cili në kan na nderoj. Si që ti thuash ati? Ti thuash vetëm faleminderit që je shqiptar? Dhe nuk mund domethënë duhet të mbaroj kjo krahasohem unë edhe me moshataren time, nuk krahasohem dot, sepse ajo ka tjetër karakter, ka tjetër personalitet, e sjell ndryshe një personazh, ndërsa unë e sjell ndryshe. Do me thënë ti je që secili të punoj fort dhe t'japi më të mirën e vetës së tij pa krahasime. S'ka krahasim fare, sepse nuk kur i rrisim fëmijët i themi, dhe është metodologjia e fundit, i rrisim që mos u krahaso me tjetrin, ti me veten. Atëherë pse na duhet patjetër të krahasohemi? Janë gjithë të mirë, gjithë pa zëvendësueshëm. Është një spektator, është një juri, është një bord i cili vendos kur s'bën për atë punë është tjetër që s'bën, por nuk mund të thuash ky është më i mirë se ai. Jo, është komplet ndryshe. Mendimi im. Jo, është e drejtë fakt kjo që thua. Se jemi lodhur shumë kështu me është më i mirë ky, është më i mirë ai, është më i mirë ai. Jo, janë për mua janë gjithë si historia e lojtarëve. Si historia e futbollit. Futbolli luhet me 11, përfshi 11, 12 përfshi portierin. Dhe në momentin që të ikën njëri, del me të kuqe, ngelen 10 lojtar, tremen ata. Është më i miri ai? Nuk e dim, por pa atë nuk bëhet. Pra, kështu duhet konceptuar se unë jam shumë e lodhur me këtë krahasimin. Mbetemi me gjithë respektin, absolutisht ndjek rrugën e ikonave që kemi pas dhe do t'i kemi, sa ata janë, ne nuk i fshim dot me gomë, ama ka hapësirë për t'i gjithë, se cili do bëhet ikon në periudhën dhe në kohën e vetë. Tani do kalojmë pak. Unë zefa. Jo, qetëso. Jo, bëra çka. Si është të ndërtosh një familje kur të dy prindrit janë figura publike dhe pjesë e botës së artit? E vështirë është. Çfarë ka më shumë të vështirë? Ka më të vështirë, domethënë, ka qasje në publik. Pra, nuk e privatësinë që do dohet kishe si një familje normale. Pra në momentin që ke shkuar 2 ditë në pushime apo nuk bën dot një piknik normal. Ose te kafja, nuk sillesh dot normal. Nuk flas për veten se un jam më pak e njohur
teatri e ka këtë, ndërsa televizioni e ka këtë magjin që je më shumë i ekspozuar dhe ka famën më të shpejt. Më të shpejt. Kështu që është Salzano ai që e po themi shumtuar do ta them, po që e ha barrën ose mban barrën në këtë pjesë që nuk është do të siç është në shtëpi për shembull, nuk është do të 100% në plazh, në publik. Jam munduar ose jemi munduar se nuk e thash mirë. Jemi munduar shumë që edhe gocave kur dalin për shembull që bën foto, mund të bëj një foto me ty, dhe në fillimet se tani janë më të rritura dhe kuptojnë, po në fillimet kur ishin të vogla ishin kështu që qa po ndodh me babi ose shokët që i flasin, i flisnin me të folur dhe uroj që ta kenë gjithë jetën këtë gjë. Ai është babai dhe unë jam mamaja dhe fama është për dikë tjetër, jo për ato. Domethënë ne jemi prindrit e tyre. Si e mbroni privatësinë në shtëpisë tuaj nga vëmendja e tepërt të medjave dhe portaleve? Nuk shfaqemi. Po, si ja bën njëri në shtëpi? Dalim aty te lagja, kush do më na gjet? Pa aty nuk ruhemi se nuk e ka Shqipëria që të gjëmojnë çapo bën me aparat me komshinjt, njerëzit e lagjës. Me komshit i kemi, e di, lagja jonë është bërë si një oborr i madh, kur kemi komshi shumë të mirë. Dhe kalojmë shumë mirë, dhe ajo qa doja ta theksoja është që jemi ende ata komshin që kur më kam mbaruar për shumë kosi dhe doja s'pogjeja farë kosi dhe me dia që mami im ishte në gjumë dhe doja i prisha gjumin, i shkujta një komshies që e dia që ishte zgjuar edhe më dha një filxhan kosë. Që s'ka privatësi aty fare, është një oborr i madh shtëpie. Po, jemi shumë rehat aty. Cila është shtylla kryesore që e mban familjen tuaj të fortë dhe të konsoliduar pas kaq shumë vitesh bashkëjetesë? Komunikimi. Domethënë folura gjithçkaje, sigurisht është një gjë që s'ka mbaruar ndjenja, është reciproke, respekti po, por komunikimi për gjëra që ndodhin që kur ti hesht ajo bëhet shumë e madhe, ndërsa kur e thua mërzitesh në fillim, por ndërkohë ka kaluar, ka zgjidhje, ndërsa kur e mban që se do me kuptoj se ku ja kisha llafin, kjo edhe me shoqërinë nuk ndodh. Është më mirë ta thuash një gjë, kjo s'm pëlqeu. A e ke bërë këtë gjë se ke bërë, se sot po mërzitemi vetëm se më ka thënë filani që ke thënë diçka dhe janë prishur shoqëri shumë të forta me këtë gjë. Kështu që kjo gjëja, të paktën këtë gjën, ne botën jashtë nuk e kontrollojmë dot, por njëri tjetrin e kemi kontrollu dhe jam munduar dhe jemi munduar që edhe me vajzat të kemi këtë thuaje çfarë të shqetëson. Është e mirë, është e keqe, do ta zgjidhim rrugës. Ndryshe, po nuk fole, nuk të merr vesh njëri. Si ndikojnë prindit tua dhe të Salzanos në mbështetjen e përditshme të familjes tuaj? Të Salzanos për fat keq kanë ndruar jetë dhe na drejtojnë. Humor i zi quhet kë. Ata të dy kanë qenë shumë të mrekullueshëm për aq kosa, për aq vite, edhe nuk ishte pak vite që i njoha dhe i shijova dhe më shijuan. Ata vetëm nuk na kanë parë shumë me kalamaj, por mamaja për shumë do them një gjë. Mamaja e Salzanos, një porosi që më dha mua një herë, ishte që ka momente që është shumë nevrik. Kështu që kur arrin atë nervin, ti vetëm mos fol, derisa ti bjen vetë. Ke zbatuar ti? Ja ke marrë përballë këshillën? Po sigurisht. Por asaj i thash që ti se di sa nevrike jam. Dhe qeshi. Ndërsa babai ishte kështu, bab, mos u bëj xheloze se do ketë shumë role, do ketë kolege. Edhe unë ja bëja jo, hiç mos ki merak fare, domethënë se kam atë gjë.
Ndërsa nga Ktenga, unë duan Salcanon më shumë se mua. Që ka gjë e mirë, kjo është e mirë. Se duan shumë, po, se për Po edhe për Salcanon. ty. Po edhe për mua jam rahat, merren me atë, s'merren fare me mua. Ku ka më mirë se të ta respektojnë dhe të ta duan. Patjetër, e bën veten vetaj në fakt, po. Po, me që të ka thënë babai i Salsanos që mos u bëj xheloze. Si ke qenë fillimet e tua? Se mbasi tani nuk je më xheloze, je mësuar. Jo, është merit e Salcanos. Nuk është ndjenjë që nuk e kam provuar ndjenjën e xhelozisë. Kur? Po kur? Tash mos e bëj kështu se u bëm gati bëjmë 21 vite bashk. Ka pas stomak fasule që ka lëvizur se po jo kështu që xhelozia e sëmur për shembull ose është ai, është qetësia, siguria që t'jep partneri ai që të bën ty të jesh e qetë. Tani jam shumë kurioze të di në shtëpinë tuaj. A flitet për punën, për artin, apo e leni kur futeni në shtëpi e leni punën? Ja, flitet, edhe për punë, edhe për art, edhe për futboll, dhe për muzikë, dhe për gatim, dhe për lavatrice, për të gjitha. Dhe për balkonin lulet që duhet u iten. Flitet për art patjetër, sidomos kur jemi në proces pune, krijimi ose sikleti. Unë me teatrin, ai ka pas këtë periudhë ka pas goxha të ngarkuar se ka xhiruar një film, ndërkohë fillon turneu. Flitet. Arti është ai që, si ka thënë Churchill, fitoja luftra, vetëm një trup teatrit kisha. Cilat janë vlerat më të rëndësishme që do t'u transmetosh vajzave tua? Të mos gënjejnë kur, të përpiqen të sillen me të tjerët ashtu siç do donin ato të silleshin ata me to. Kjo është për mua është gjë më e vështirë. Është shumë e thjesht për ta thënë, por është në teori, po në praktik është gjë më e vështirë që mund të bëjë një qenie njerëzore, që të sillet me tjetrin ashtu siç do donte tjetri të sillesh me të. Tani, jepi. Dua të kaloj pak tek ndarja e roleve dhe menaxhimi i shtëpisë. Atëherë me dy karriera kaq intensive, si funksionon ndarja konkrete e punëve të shtëpisë mes teje dhe Salsanos? E gjitha punëve të shtëpisë po thua? Të Gjithçka. Pazari. Okej, pazaret, shumicën e pazarave e bën Salcano. Kur është gati për të ardhur në shtëpi, thotë ç'a mungon, unë shkruaj listën, ai e bën. Këto 2-3 vitet e fundit ka filluar shumë të gatuaj dhe i pëlqen shumë. Ato doja të pyesja. Kush gatuan më mirë nga ju të dy? Dhe më parë kam pas gatuar unë shumë mirë. Tani nuk e di çam ka gjetë, po i bëj skandal. Dhe është ai makalon, e qan pilafin, po jo vetëm pilafin, ai ka filluar të shohë dhe receta kështu në internet edhe ja gjen dhe ku ja gjen dhe me masën e dur dhe po e bën një gjë, në fakt një gjë që e bën me dashuri është gjithmonë shkon mirë. Kështu që i ka filluar një pasion gatimi. Për gatimin. Ndërsa për menaxhimin e gocave unë jam pak më e lirë. Ka momente që jam shumë më e lirë se ai. Dhe jam unë ajo që i çoj në kurse ose në shkollë ose i marr ose për të bërë detyra, është mami im, pastaj në ndim. Pas thjesht me menaxhime, alo. Alo. Po mirë, alo. Je apo si je? Kush merret më shumë me menaxhimin e financave dhe pagesave të shtëpisë? Ai. Tani në bazë të ardhurave që vinë, i bashkojmë. Se njëherë kam unë një projekt dhe janë më të larta të ardhurat e mia
ndërsa ka Salzano. I bashkojmë, mbarojmë detyrimet edhe vazhdojmë me pjesën tjetër të mbetur. Kur vjen puna te disiplina e fëmijëve, kush është polici apo policia më e mirë? Unë jam. Ti? Unë jam polici i mirë, i keq. Salzano është ai që loz më shumë me to dhe me thënë drejtën më vjen pak i nat, por nuk e ka me Salzano në natin, e ka me faktin, me jetën që nëna ka detyrë të edukoj. Dhe shoqjet e mia i kanë shumë të rritura vajzat kur kanë gati 20, 20 ose djemt 24, 27 dhe kur kam jetuar me to i kam po themi rritur ose jam rritur dhe unë me to, kam lozur shumë. Dhe nuk më del koha të loz me vajzat. Dhe kjo më nxe, më mërzit, se kam tjetër detyrë. Pra kam detyrë ta edukoj, ta mësoj, ta kufizoj, ti të tregoj kufit, ti të tregoj drejtat. Ne kam një rebelizëm ndaj kësaj gjës që nuk e shijoj dot. Dhe dikush tjetër, për shembull, nuk është për Salzano në këtë rast, po Tezja ose Xhaja ose kushurin mund të lozin më shumë ose gjyshrit se sa vet prindrit. Po kjo është jeta. Prandaj kuptojmë tani gjyshrit që na kanë edukuar dhe kanë bërë të njëjtin gjë që po bëjmë ne me fëmijët, dhe ata tani shijojnë një përmbesa. Kjo është ajo. A je ajo mamaja strikte? Po ku di unë, ndonjëherë e bëj veten fajtore. Edhe jam, nuk mendoj që jam. Po çfarë mund të jesh? Po mundohem shumë të jem një mama që edhe uroj shumë që ato të kujtojnë gjërat më të bukura, por ka momente që ngarkesat e ditës ose të jetës ndikojnë dhe njeriu më i dashur i ha, dhe në këtë rast ja fëmia që ti i thua jo për një gjë që krejt lehtësisht mund t'i thojë edhe po dhe s'ka asnjë gjë. Dhe këto janë ato pengjet që kam më shumë se sa një po që ke thënë është po ose një jo, duhet ta mbash jo, se u bën mirë atyre, nuk është se. Por kjo gjëja që mund t'i thoj edhe çat keq që ka se ja po loste ose çat keq ka se mori dhe një akullore. Për shembull, po jo se të ka kap ai nati. Po. Të duket sikur të vënë në lojë se ke tjera mërzitje nga jashtë që ndikojnë, do ndikojnë tek ty. Patjetër. Keni folur hapur për betejën dhe vështirësitë e lindjes së parakoshme. Si e kujtoni atë periudhë ankthi? Tani e kujtoj si një histori e cila më ka bërë më të fortë. Pra kur i kthehem nuk kam si e shëruar klinikisht, psikologjikisht. Pra sa më shumë e kam thënë, aq më shumë jam shëruar. Është thjesht vetëm forcë më jep sa herë kujtoj. Nuk kam asnjë kështu. Domethënë, e lumtur që e kalova pozitivisht, sigurisht, patjetër, se gjithmonë e mendon atë që po sigurt kishte ndodhur me e keqja. Gjithmonë është ajo, po sikur. Po është ajo. Është e pashmangshme. Po është e pashmangshme, se e mira e keqja janë aty bashk, nuk ka. Si ndikoi ajo periudhë sfiduese në përvojën e prindërimit për ju dhe Salzanon? Periudhë më sfiduese? Janë këta që i kanë kaluar këtë periudhën dhe na thonë prit. Kjo fjala prit, prit se s'ke parë gjë akoma, kjo më shqetëson shumë se them o Zot ç'a do pres, ku ndërkohë për shfaz kaluese për secili ka mënyrën e vet, individualitetin e tij. Mos bëjmë individual. Atëherë unë jam shumë kurioze të di për emrat e vajzave, si ju erdhi kjo ide për këtë emra kaq të bukur që i keni vendos? Po. Margi dhe Margi. E para, Amal e dyta. Margi isha shumë e bindur që e doja një emër unisex. Edhe për shkak të jetës përpara.
Ishte ime motor e cila se nga që jetoj shumë gjatë në inkubator edhe e takoja nga xhami dhe gjithmonë çdo emër që mendonim ose gjenim shkoja edhe e kisha një kat më sipër dhomën e kur rinte Margi edhe shkoja edhe thrisja dhe një natë ishte motra ime Mikela e madhja që thoshte Margot, ajo e kisha shumë qef një Margot, mos e gaboj, që është alpiniste, shumë e njohur, dhe ideja e luftarakes. Margaritar, Margot, Margot, Margi, më tha mua, Margi, thash okej. Edhe me vrap të shkallët unë dhe Margi, vetëm theu kokën. Edhe unë vetëm e shkruajta. Do më thënë, Po. Ja vuri tezja, po themi emrin. Ndërsa Amal është mami im, e kishte shumë fiksim Amal Klunin dhe e ka për klasin që ka ajo, për mençurinë që ka ajo si grua. Dhe thoshte do më pëlqente dhe ku qelloj dhe nuk e di për inteligjencën se është ende e vogël, po për finesën Është fine. i ngjan shumë, sikur ka mamin Amali, jo mua. Dhe ka dhe një, duke qenë se jemi verior të dy, Amal ka një kuptim ashtë mal. Amal, po. Kështu që Amal, po. na ri edhe kjo është zgjedhja. Çfarë marrëdhënie kanë të dy motrat me njëra tjetrën? A janë xheloze për njëra tjetrën, Po zihen? kanë atë, si çdo motër që ose fëmijë në këtë moshje, po krijojnë kufit e tyre, po krijojnë karakterin, se janë 10 e gjys me 8 e gjys, kështu që ajo që më pëlqen shumë është që kur ndodh ndonjëherë që njëra rri për shembull me mamin tim ose me Salsanon dhe tjetra është me mua për arsye dentisti ose çfarë do lloj arsye, se janë përpjekur shumë të mos t'i ndaj të dyja, pra kudo i ka marrë bashk, e ndjejnë shumë mungesën e njëra tjetrës. Nërsa kështu është normale, si çdo fëmijë që ka ato. Duke që janë të vogla. Ta, janë të vogla, nuk. Po jo, janë kështu të vogla, po janë si shoqe. Se 2 vite diferencë me njëra tjetrën? Po uroj shumë që ta Po gjëja më e mirë që. që ta uroj Si shumë motra që ta motra. kenë ato marrëdhënie. Nuk është e thënë se kemi të njohur që nuk shkojnë dy motra me njëra tjetrën, varet nga karakteri, nuk e di, Ose mënyra e varet nga rritjes. fryma si janë rrit. Ose shoqëria pastaj sa do ndikoj, në çfarë grupi do ndahen, a do jenë prapë bashkë, për shembull siç kam qenë unë me motra që kemi pas pothuajse edhe shoqërinë, i kemi prezantuar shoqëritë e njëra tjetrës dhe kanë s'kan dash, ose kemi dash, kemi dejt bashkë dhe kjo na ka bërë edhe më mirë. Uroj me shpirt, uroj ta jetojnë atë, se nuk ka si motra, them unë. Sigurisht nuk ka si vllai për atë Po, që si e motra ka, me po motra nuk ka si Tani, gjaku. të gjithë familjet shqiptare janë, për shembull, unë jam goca babit. Gocat e si i ndani gocat. Gocat e janë të Dashuria dyja të është babit. të babit të dyja. Janë të dyja, po duken, domethënë dhe të vogla e kanë. Unë mendoj që e ka qëndisur Freudi këtë, nuk e them dot unë. Është dhe mënyrën sa herë me të dyja ka ndodhur kjo. Hynte Salsano në shtëpi, ato kishin një tjetër, ndryshonte shikimi. Ime motër e vogla ka mbas vajzës ka bërë djalë dhe unë e pyeta, i thash o motër, ka ndryshim për shembull që Hana shef Dorin për tjatin dhe Danieli ty totalisht. Pra, unë se kam të provuar, por si më thënë i mora mendim. Duket ka një mpirje, do më thënë këto ma gjepseshin kur hynte Salsano dhe tani është. O ma, erdhe, do më thënë erdi zysha.
Ndërsa babi nuk besoj t'ju përtasë nuk e vë në diskutim dashurinë, pra nuk ka diskutohet. Se mos keq kuptohemi, por është një reagim, është një çelësi vogël. Po, gjithsesi baballarët janë më ndryshe, janë më sta prishin ndonjëherë, ndërsa mamat janë pak më. Po gocat janë. Edhe baballarët ndryshojnë shumë në marrëdhënie me gocat sa me çunat. Janë më të brisht, po. Tani, jepi. nuk dua ta mbyll këtë, pa folur pak për marrëdhënien. Jo, nuk duhet akoma se du të më flasësh të pak për marrëdhënien tënde me Selsanon. Ju keni 15 vite, a më shumë që jeni? Më shumë, 20, 21. 21. Po, që në 2005, 21. Okej, që në 2005. Cila ka qenë shkëndija e parë? Sirat, a keni rënë, jeni nga ato persona që keni rënë dashuri me shikim të parë? Nuk e di për Selsanon, do të flasë ai. Po ti? Jo. Jo? Tash do më thosh po? Jo. Si ndodhi? Dhe nuk e mendoja, është mjeshtria e tij, nuk e mendoja kur. Do të thënë, ai pati dhe për mua që mendoj që është dhe ky pjesë e çelës, pjesë e suksesit të marrëdhënies, është që është një shok shumë i mirë. Dhe u krijua si shok, dhe kisha vërtet një shok shumë të mirë. Pastaj e bëri ai provokimin dhe unë rash. Po rash do biesh. I kujton me nostalgji momentet e para ose takimet e para. Po sigurisht janë ato janë shtyllat që mbajnë gjallë marrëdhënien. Të gjithën. Patjetër me nostalgji. Do të kthehesh edhe një herë atje, po s'ka kthim mbas. Si është të kesh një nga aktorët më të njohur të humorit? Ka të qeshura gjithkohës në shtëpi? Ka, se ne shikojmë vetëm anën e aktorit të humorit, qeshim. Ka. Unë nuk e di se si janë, se ne kemi për fat shumë aktorë të mirë të humorit. Po di të them që ka shumë gallat në shtëpinë tonë. Sikundër se kur është ndonjëherë situata shumë serioze, do më thënë, është vërtet shumë serioze sa sta merr mendja, por kur bëhet Selsanon për shembull shumë serioz, dhe unë jam shumë e qetë, mu më kape qeshura. Nuk është një gjë që nuk e rregullova asnjëherë, dhe ai vazhdon të nxehet me këtë gjë që unë vazhdoj qesh kur bëhet me nerva. Si zgjidhni mosmarrveshjet tuaja? Kush e bën hapin i parë drejt pajtimit apo qetësimit të situatës? Në fillim, se këtu është treguar pak i poshtër. Në fillim ka qenë ai që e bën të hapin e parë. Dhe tani e bën ti. E bëj unë. Kam qenë më baja më shumë inat, baja më shumë që thua o zot, si. Ndërsa tani jam me këtë që, kalon shpejt, s'ka nevojë për inat, është diçka që e thua mos e bëj më, ose ku di unë, ndodhi ose më fal, e bëra, edhe në fund s'ka asgjë të keqe. Dhe s'ka, po. Domethënë, jam rritur te kjo pjesa. Keni luajtur së bashku në skenë. Po. Si është raporti juaj si koleg krahasuar me raportin si partner në jetë? Do preferoja të vazhdonim si partner në jetë. Po, unë nuk e di me kolegët e vetë se si e ka, po. Se me ty si ishta? Është kontrollues shumë, është shumë. Edhe ty nuk të pëlqen kur është kështu kontrollues? Po, nuk di të ta them se mund, domethënë nuk është se t'ja vë vetëm fajin atij. Është edhe unë që shoh me mënyrën pra unë ja jap. Është e çuditshme si ti mendon që e ke syri kritikësh ai edhe po që e beson aq shumë sa ja jep, pastaj këtej do kritikën, këtej nuk të pëlqen ose të pëlqen, po nuk është momenti i dur kur ta ka bërë kritikën edhe po për te shakas, domethënë, janë dy gjëra komplet ndryshe, nuk ka lidhje, domethënë, nga Selsanon kam mësuar që edhe sado shok apo mik apo
të dashur në ato kohë kur kemi qenë që kemi punuar në skenë, i ndante shumë mirë dhe ndan shumë mirë profesionalizmin, pra jemi shumë kolegë në punë dhe s'ka lidhje fare që jemi burrë grua apo partner në. Salsani u ka cilësuar shpesh si gruaja e ëndrave. Si ndihesh kur i dëgjon këto deklarata? Ne të dy e kemi ndërtuar marrëdhënien në bazë të mos daljes shumë publike dhe të kësaj sheqerosjes, me gjithë respektin që secili e bën vetë, si e do, pa gjyku dhe para gjyku, por nuk më pëlqen fare ai që e vërtet një gjë më duket sikur nuk është e vërtet. Ose mund t'jem unë ky njeriu, mund t'jetë ai, ose jemi të dy, kjo ka ardhur krejt natyrshëm. Ja, është aq personale kjo gjëja. Ndihem shumë mirë kur thot, po ndonjëherë kam kështu si jam si e trembur. Më mirë ta mbaj për vete se sa ta bërtasi këtë gjë, se të ta thot vetëm është më mirë të thuhet me veprime se sa me fjalë. Edhe për mbyllje, si do e përshkruaje Salsanon vetëm me 3 fjalë? Me 3 fjalë? Duhet të ndërtojmë fjali apo 3 fjalë veç e veç? Okej. Me 3 fjalë. Shumë i mirë, është i mirë shumë. Është i mirë në thelb, është në shpirt i mirë. Si bën keq asnjë mize. Artist i lindur. Edhe ti fjalën tjetër, mund ta përshkruaj. I përmbush këto të dyja, por edhe si prind krahasuar. Po themi, po se artist, jo fjalën artist, po qytetar. Qytetar. Okej, do ta them me të mamit tim, me shprehjen e time mëj, është Sojli, është soj i mirë, është racë e mirë. Po ta e shëmtova gjithën atë që sa po thash, po është i mirë. Po vetëm tënde me 3 fjalë. Unë jam e pazëvendësueshme o gocë. Dihet ajo. Jo, nuk më pëlqen kjo. Për vetëm tënde. Ja. Nuk e po shkruan fare. Fare. Është dikush tjetër që të vlerëson mua. Po. Tashmë të kemi vlerësuar, të kam vlerësuar të gjithë për ato që edhe unë kisha kënaqësinë që ishe sot në studio me mua. Edhe unë. Dhe shumë faleminderit që erdha. Faleminderit ty dhe u kënaqa, vërtet u kënaqa. Jam shumë e lumtur që në studio kam 2 artista të rinj të muzikës shqiptare. Diana, përshëndetje. Përshëndetje, mirë si u gjej. Je shumë e bukur dhe të falenderoj që pranove ftesën. Faleminderit juve. Montano, përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi të kem në studio. Kënaqësia ime. Diana, doja të di se si nisi rrugtimi jot në muzikë. Rrugtimi im në muzikë ka nisur që nga mosha 6 vjeçare. Diana nuk ka pas atëherë këngë të veta. Diana thjesht ishte një gocë e cila kishte ëndra shumë të mëdha, ashtu siç i ka dhe sot. Dhe po, në moshën 6 vjeçare, duke u marrë me koncerte, festivale të ndryshme, duke marrë pjesë në për kompeticione të ndryshme, derisa pastaj u bëra pjesë e Dua Hit. Ti the me një vajzë me ëndra shumë të mëdha. Po. Cila është ëndra më e madhe sot? Ëndra ime më e madhe që atëherë dhe sot që flasim është e njëjta. Që të bëhem një këngëtare me emër, të kem një identitet timin, njerëzit më njohin për ato çfarë unë bëj, dhe mendoj që është gjëja që bëj më së miri, mund ta them. Cilën zhanër preferon dhe cilën performon? Unë jam shumë tek pop balad, aty edhe hip hop patjetër, por që pop balad qëndroj shumë mirë. Doja të di ky pasion jot, ky talenti e ke trashëgimi apo? Unë e kam të trashëguar, mund ta them, po, nga babi, edhe vllai gjithashtu. Jemi familje muzikantësh.
edhe jam rritur me frymën e muzikës. Sa mirë. Po. Është Për diçka mua shumë e mirë, por unë doja të di se kush është personi që të ka mbështetur. Personi që më ka mbështetur është familja ime pikë së pari. Nuk kanë ndyshuar kurrë në aftësitë e mia dhe patjetër që nuk mund të mos e përmend që është Princi, që është menaxheri im tashmë. Ai është një shtys shumë e madhe. Do me thënë Princi ka qenë personi i parë që ka besuar tek Po, ti. që ka besuar që ti vlen. Po, që unë vlej. Po, më ka hapur derën dhe unë për këtë do jem mirënjohëse gjithë jetën time. Sa këngë ke publikuar ti deri më tani? Unë tani për momentin kam vetëm 2 këngë. Të tjerat janë hap pas hapi, Në proces. janë në rend, më fal, në rend dhe mezi pres që të dëgjohen, mezi pres që unë të shfaq ato çfarë unë di të bëj. Dhe njerëzit të ngelen patjetër të kënaqur, nuk është vetëm pjesa që unë e kam dëshirë, po dhe njerëzit të shohin diçka. Të shohin këtë gocën që kjo goca me vërtet ka talent, vlen me vërtet dhe pse jo t'i japim një pikë, një shtys dhe më shumë, patjetër, që unë të vazhdoj dhe më tutje. Si i ke pritur këto këngë që ke publikuar? E kisha atë, e dije që do të mbështesi publiku? Me thënë të drejtën kam qenë shumë skeptike. Deri në pikën ku kam lançuar këngët, pastaj kur pash që kisha atë lloj mbështetje, thash, wow, e kupton ku kanë qenë gjithë ta njerëz. Ka pas dhe njerëz që nuk njihnin. Nuk njihnin fare kush jam, si jam, as kontakt me mua, as asgjë. Thjesht më kanë mbështetur, ndoshta nga talenti patjetër, nga Padyshim që mënyra përveç si mbështetjes dhe suportit ka dhe shumë paragjykime po, në shoqërinë tonë. janë të shumta. Doja të di se si e ke përballuar këto paragjykime. Unë jam tip që nuk e vras shumë mendjen, me thënë të drejtën. Nuk është se nuk ndikohem, por i marr gjithmonë si shtys për të ecur përpara. I marr gjithmonë anën pozitive të tyre, pavarësisht se çfarë thuat. Gjithmonë këtë e kam si pikë synim që unë mos ndikohem nga komente negative, se po unë ndikova, unë e di veten time dhe jam pastaj që mbylla, me kupton? Dhe gjëja më e mirë që kam bërë dhe që e motivoj veten gjithmonë është që mos t'i marr për bazë fare se çfarë thon. Dhe kjo është gjëja më e mirë. Po, patjetër. Por duhet të cekim se nëse ka komente negative, do të thotë që je super mirë. Patjetër, po, këtë po them pra që unë gjithmonë sado negative të jenë, unë marr gjithmonë anën e mirë të saj, që do të thotë që mua më vlen për karrierën time. Ne tani ne të dyja jemi vajza. Po. Dhe kemi shoqëri. Po. Ku i ke shoqet ti pasi nxore muzikën, pasi kishe gjithë këtë mbështetje? Ni kishe mbështetje dhe shoqet? Patjetër. Sa mirë. Shoqërinë që unë e kam me gishta dhe që do të thotë i kam të numëruara. Nuk kam shumë, por ato që kam e di që më mbështesin shumë dhe e kanë treguar në çdo projektimin. Unë doja të di se kush ka qenë personi i parë që ti je influencuar, le ta themi, nga një këngëtare shqiptare apo e huaj? Mund të them që mund ta marr si kështu, domethënë si shembull ose si nuk është se kam këngëtare që vdes, e kupton? Po thjesht e marr si shembull që është ndoshta për gjithë është Dafina Zeqiri. Është diva. Dhe mua më pëlqen. Ama unë dua të ruaj identitetin tim. Të rish brenda kronizave të tua. Mos t'jem imitimi dikujt tjetër, jo. Unë nuk e preferoj këtë gjë. Dua t'jem vetvetja. Tani, se t'lami çik pas dorë ty, se ne jemi vajza, mo. Patjetër, edhe ju. E meritojmë. Patjetër, është kënaqësia ime të jem këtu në studio dhe po ndihem shumë mirë faktikisht. Po normalisht që do ndihesh mirë se nuk e ka kohë termin vibe. Patjetër, edhe vibe është shumë i mirë. Në fakt unë fola me Dajanën për rrugtimin e saj, por me ty nuk arrita dot të pyesje në fillim. Si ka qenë rrugtimi yt? Atëherë, muzikën unë e kam pas pasion që fëmijë që i vogël, edhe domethënë mbaj mend tekstet e para i kam shkruar kur kam qenë vetëm 12 vjeç. Po, edhe të bëje muzikë në ato kohë ishte e vështirë, se ishte e vështirë gjej një studio ku mund të shfaqje talentin tënd. Për mua ka qenë një rrugtim i bukur, aq sa edhe i vështirë, ka peripecitë e veta, të bësh muzikë nuk është edhe aq e lehtë, nuk është ajo që duket nga jashtë. Patjetër familjen e kam pas suportuese, shoqërinë e kam pas gjithmonë suport. Për mua është pasion, më shumë se sa industri
ose biznes, se disa e shohin si biznes. Për mua është pasion. Por është edhe një farë biznesi. Nuk Patjetër. mund ta quajmë që s'është biznes. Patjetër, por kur diçka e bën me pasion, e bën edhe më mirë. Nuk e kam pa kur si biznes, nuk e kam pa thjesht pasion. Për mua është më shumë pasion. Për mua është ajo që unë e bëj, çado që të bëj në jetën time, prap ajo është pjesë e imja, që unë do bëj muzikë gjithmonë, edhe kur t'jem 40 vjeç, edhe kur t'jem 50 vjeç, ajo është gjë që ka lindë me Ti mua bën dhe rap, po unë bëj rap, po. edhe 40 vjeç rap. Edhe 40 vjeç edhe do e bëjmë çik më ndryshe, po edhe 40 vjeç do bëjmë rap. Unë në fakt doja të di se sa e vështirë është të depozitosh në tregun muzikor shqiptar sot. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë për vetë faktin se ka shumë talenta, ka shumë artista të ri. Sot në rrjetet sociale gjithkush mund të adaptohet. Çdo njeri e ka të dritarin e vet, faqen e vet dhe mund të, edhe është shumë e vështirë. Rrjetet sociale, sa ndihmojnë rrjetet sociale tek një artist i ri, le të themi? Rrjetet sociale faktikisht po ndihmojnë shumë artistat e ri, domethënë dikur e vetmja mënyrë që ti të promovohesh ishte emisionet. Domethënë kur dikur nuk kishe rrjete sociale, sot çdo njeri mund dalë dhe të shfaq talentin e tij, bë pak. Do me thënë, rrjetet sociale është një benefit shumë i madh për të gjithë artistat e rinj, Patjetër. edhe për memet. Patjetër, mund bësh dhe meme. Fatkeqësi është ajo, por që Jo, është e mirë dhe memja e merr famën. po ka meme faktikisht janë pozitive, ka meme që pastaj marrin për keq. Shumë e Se vërtet. është ka dy medalja ajo puna memeve, por që unë sërish kam shumë gjë. Kush ishte personi i parë që besoi tek ti? Personi i parë që besoj te unë mund të them vetja ime. Vetja ime, unë kam bë muzikë, domethënë pa pas një person që të m'jepte okay se kush isha unë dhe çfarë dija të bëja unë. Kur isha 12, 13 vjeç, 14 vjeç, unë merja një laps, një letër edhe bëja tekste vetëm. Domethënë pastaj me shok, me shoqëri. Duke ju tregu tekste shokëve, ishim thjesht adoleshenta, edhe sa e bukur, kjo sa e bukur e konga. Kështu vazhdoj. Unë dua të di pak më shumë për marrëdhënien tënde me vllain tënd. E vllajin tim. Vllai im është, domethënë pika ime fort, pika ime e dobët, është njeriu që më ka suportuar gjithmonë, është njeriu që është gjithmonë aty mbrapa Kuintave. edhe është gjithmonë mbështetja më e madhe, edhe duke qenë se kemi pak diferencë me moshën, kuptohemi. Patjetër, është njeriu që unë i besoj më shumë. Kështu që e përshëndesim Leon. Patjetër. Unë Leon e njoh Big up për personalisht. Leo është djalë fantastik për të gjithë ato që nuk e njohin. Unë e di se si është Leo, ndaj të pyeta për Leon se si është marrëdhënia juaj dhe se sa do bika në jetën tënde Leo. Por doja Jam të me fatun që e kam. Patjetër. Jemi me fat të gjithë, kush e ka pjesë të jetës Leon janë shumë me fat. Patjetër. Faleminderit. Por doja të di nga të dy ju, cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë kësaj eksperience që keni hasur? Ka muzika ka vështirësitë e veta, ka ato ditë që ti nuk je i motivuar për të bërë muzikë, se që të bësh muzikë duhet një farë vibe. Emisioni është vibe, duhet një farë vibe që të bësh muzikë. Patjetër ka pas ditë mia që kam thonë duhet ta lej fare, por prapa jo ta thash është pjesë e shpirtit, është pjesë e talentit, edhe gjithmonë kam gjetur atë motivimin për të vazhduar dhe për ta bërë si gjë. Muzika thash është më shumë pasion tek unë, ka lind me mua dhe Do vdesi me ty? do vdesi me mua, kështu që nuk ndryshon. Njëjta gjë është dhe për mua në fakt, kur X situatë ndoshta nuk më bën që të ndjehem mirë dhe vazhdoj mendoj më shumë se ç'duhet, sa që më bën që të heq dorë, ndoshta jo është fjalë shumë e madhe, por që më demotivon. Në një X afat kohor, domethënë them jo, stop, nuk dua. Por sa e merr vetën nga ky demotivim? E marr veten shpejt sepse është pasioni im, e kupton, ka lindur me mua dhe nuk e heq dot, sado vështirësi të kem. A mendon se industria muzikore sot pamja ndonjëherë vlen më shumë se talenti? Patjetër.
patjetër që ka përqindjen e vet dhe ajo. Ama ti mund t'jesh dhe e bukur, por nuk je talentuar. Është dhe kjo dhe unë mendoj që njerëzit e shohin më shumë talentin pavarësisht se çfarë thon. Unë mendoj që talenti vlen më shumë se bukuria. Ajo çfarë ti vërtet përcjell. Po, këty kanë pa dhe bukurinë. Pamja rrofshme, faleminderit. Faleminderit. Kanë parë dhe bukurinë. Të falenderoj shumë, por që për mendimin tim, domethënë ka të bëjë shumë më shumë talenti se sa bukuria. Ti mund të kesh para, thonë sot, dhe mund të bëhesh e bukur. E kupton, kështu që Me që jemi këtu te paraja dhe ndërsa talenti nuk e blen dot, që njerëzit të duan. Me që jemi këtu. Si ke që femra ti të bëra, po të pa bëra, natyrale? Për zotin natyrale, me të thonë drejtë. Ha, se kështu bëni jo, edhe në fundu tërheq vëmendja jo e bëmja. Te unë është... Apo jo, E vërtet është kjo. Te unë është komplet e kundërta, me të thonë drejtën. Nuk ka si natyrale. Si që ka falë Si që zoti. ka falë zoti, si që ka falë natyra, kështu që për mu patjetër është natyrale. Dajana, Pa. doja një mesazh nga ty për të gjithë ato që të kanë ndjekur nga dita e parë deri më tani. Dajana e ëndrave të mëdha nuk do ndalet. Dajana do vazhdoj të punoj, do vi fort dhe shumë fuqishëm madje me projekte të reja, bashkëpunime. Dhe mos mendojnë se e di që kanë aluduar ca njerëz që unë njoh, që jo po kjo e la, po kështu ashtu, por që dua t'ju them që jo. Unë jam këtu, do rezistoj deri në pikën e fundit që unë të arrij aty ku unë vërtet dua. Sa e bukur. Ishte një mesazh shumë i bukur dhe ishte një mesazh për të gjithë vajzat që ta kenë parasysh këta. Po, goca duhet ta kenë parasysh që mos të kenë komplekse. Domethënë gjëja që un kam primare është që nuk kam komplekse fare. Qoftë edhe gabim, le të jetë, mua nuk më intereson. Nëse unë e ndjej ta bëj, unë e bëj. Dhe nëse është e mira për mua, unë patjetër që do e bëj përsëri. Kështu që nuk shoh gjykimet para gjykimet, unë jam Dajana, unë jam kjo vajzë dhe unë do bëj këtë që unë dua dhe jo çfarë thon të tjerët. Kështu të gjithë gocat duhet bëjnë këtë gjën, që të dëgjojnë veten e tyre dhe jo të tjerët. Askush nuk e di më mirë se ti se çfarë do. Me që e dham mesazhin për vajzat, tani ty të takon të japësh një mesazh për të gjithë djemt që janë të ri në karrierë. Unë du t'ju them që të kenë besim tek vetja edhe mos të dorëzohen kurrë. Ky është mesazhi i vetëm që du t'ju them, është që vetëm të ecin përpara edhe të ndjekin ëndrrën edhe talentin e tyre. Kjo për mua është ajo kryesorja dhe primarja. Tani, përpara se të flasim pak për bashkëpunimin, si lindi, si ndodhi, ç'as ndodhi, unë jam pak natyrë ngacmuese dhe dua të di pak për ju se si është Fol me Klea. se si e keni zemrën, e keni të zënë, të hapur. Unë Hajher. jam komplet i hapur. I I hapur. hapur komplet. Kështu që I hapur për çfarë? për çdo surprizë që mund servir jeta. Aha. Kështu që për vete jam free. Free. Free, më pëlqen të jem kështu free. Për sa Të kohë drejtën. të pëlqen të jesh free? Po nuk e di, për momentin po e shijoj kështu. Për momentin po e shijoj kështu, pastaj nuk e dihet. Ç'a të ketë shkruajt Zoti. Zoti për mirë mundohet. Po patjetër. Kështu që ç'a të ketë shkruajt Zoti. Hami Dajana, presim. Ha me Klea. Ç'a do të dish? dua të di pak tani se gjithë kjo gocë, jo vetëm unë, por çdo kush që do të shikojë do të di më shumë rreth teja. Dajana është free. 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 Dajana është free. Njerëz. Free. Ne jemi si grup kështu free. Mendoj që është fiks koha kur duhet t'i përkushtohemi vetes. Është fiks mosha ku duhet t'i përkushtohemi ëndrave tona. Mendoj unë dhe jo Dikujt tjetër. dikujt. Me të thonë drejtën sot femrat duan shumë vëmendje, kështu që Po bosh pse edhe nuk e muzikë- meritojnë? Jo, patjetër që e meritojnë, po du të them kur merresh me muzika dhe arti kërkon atë vëmendjen e vet, nuk mund t'i bësh për mendimin tim të dyja kur ti je në fillime që duhet përkushtohesh. Ti vlla që jetu ngel beqar. Po, Unë tash- s'jam dakord, Mund të Po, kundërshtosh? shumë. po patjetër që kundërshtoj. Nuk jam dakord. Kush do vërtet, patjetër që mund të bëj të dyja. Se kemi lënë muzone këtu. Kjo e vërtet. Si e po Apo e kam gabim? Kjo është e vërtet. Pa. Kush të do ka kohë për ty. Patjetër, unë them atë që unë shpreh atë që konstatoj të drejta. Okej, cila është femra që të përmbush kriteret ty?
për mua ajo që përmbush kriteret është një vajzë që të ketë parimet e veta, një vajzë që të jetë e përkushtuar për familjen. Edhe kjo për mua është kryesorja që një femër do ishte në krahun tim. Këto dyja kam. Po ti çka ke ndaj gjë të veçantë? Unë që kam veçantë, kam shumë të veçantë. Se gjithë me shkujtisojmë duke flas mua. për veten i bie që sikur nuk e kam karakterin tim që të po të them pikat. Du të lej tjerë që të flasin për mua se çka kam pikat forta, çka kam duket shumë kështu të flas për veten. Nuk e bëj asnjëherë, kështu që Mirë. Më shkulliot, çka kriterësh duhet të ketë? Thjesht e vetmja gjë është që të më mbështesin në atë çfarë unë bëj. Kaq. Të më mbështesin në... Po patjetër, sepse nëse ai kërkon një version tjetër timin, atëherë ai nuk më do mua. Do një tjetër version të Dajanës. Kështu që të më mbështesin në ëndrat e mia, të më dojt, më respektoj, të jetë me kom në tokë. edhe unë plotësisht me ty jam. Nuk ka nevojë për shumë makina apo shumë para. Mjafton të ketë mendjen. Të funksionoj truri. Kaq. Them edhe po pat. Mirë, patjetër, ajo është Pikëra telebik, po patjetër. Po pat mirë është. Nëse nuk ka s'është problem. Ideja është të ketë vizion. Pra ne kemi parë shumë sot se vajzat ndryshojnë çdo gjë tek vetja e tyre për një mashkull. Ja. Për një mashkull. Duhet të dalësh nga vetja jote për një mashkull, në karakter. Po çfarë do lloj gjëje për shembull kam një po i herë që e bëjnë, po që në karakter. Është shumë e padrejtë jeta kështu mendoj. Të padrejtë mendoj që e bëjmë ne. Nuk është e padrejtë. Jo të gjitha, se nuk janë të gjitha. Ka vajza që duan të ndjekin vizionet dhe ëndrat e tyre. Po pra, nuk ke pse të ndryshosh veten për një mashkull. Unë ta thash dhe çfarë që nuk ka pse mashkulli të ndoj për versionin që ai do që unë t'jem. Unë jam kjo. Nëse më pëlqen, mirë, nëse nuk më pëlqen, dera është e hapur, mund të ikësh. Kalo mirë. Për dashurinë unë mendoj që bën ca sakrifica, kuptoj. Sakrifica jo ndryshime. Patjetër, po ti ndryshon për dashuri? Unë nuk ndryshoj se unë jam ky karakter dhe nuk ndryshoj për asgjë. Po sakrifica, patjetër. Patjetër, unë nuk e vë. Një marrëdhënie, një lidhje nuk mbahet asnjëherë dot pas pat. Okej, cila është sakrifica më e madhe që ke bërë ti për dikë? Për një femër? Po unë s'kam pas asnjëherë të drejtën një femër që mund të kem po sakrifica për të, kështu që vetë po erdhi. S'pas ke rënë dashuri ti? Kam rënë dashuri deri më sot. Shumë gabim. Unë mendoj, pavarësisht se nuk e kam provuar ende, mendoj se të dashurosh është gjë më e bukur që përjeton një person. Patjetër, unë nuk jam plotësisht. Të më çke. Unë jam plotësisht dakord me këtë, po kur të vi mirë se të vi, nuk është se nuk imponohet dot. Ajo është gjë që vjen natyrshëm. Njeriu nuk dashuron dot me zor, kështu që. Jo, absolutisht. Patjetër, kështu që kur ke dashuruar ndonjëherë ti Dajana? Po. Si është të dashurosh? Është përjetim shumë i bukur, por që kaq, përjetim shumë i bukur mendoj, ndoshta nuk është e rëndësishme që ta zgjas më shumë. Edhe unë nuk dua të prek më në të shkuarën, që ka ik, ne shohim të ardhmen. Nuk më thjesht nuk. Është përjetim shumë i bukur, është emocion shumë i bukur. Ndërsa unë gjërat janë të shkruara, mendoj. Dashuritë më dha nuk zgjasin. Çuna mos dashuroni se është kurth. Kurth? Po. Pse? Ku di unë kështu më duket. Jo, po ti edhe thua nuk e kam provuar dhe jep mendim tani është kurth. Pse është kurth? Unë kam pa, unë jam si ai që mësoj nga gabimet e tjerëve. Edhe çka kam pa. Po të dashurosh nuk është gabim. Nuk është gabim, po them është një kurth i lezetshëm, aty duket mirë në fillim, pastaj fush me lule në fillim, pastaj jeta malore. Kështu që keni kujdes. Po, dëgjojeni këshillat e. Tani, folëm për zemrën, për jetën, për të ardhmen, për të shkuarën. Të dy jeni për një qëllim. Patjetër. Si lindi ideja e bashkëpunimit tuaj? Atëherë ne faktikisht
punojmë po me të njëjtën studio dhe jemi për ditë, domethënë bashkëpunimet lidhin komplet natyrshëm, nuk është se bëhet një plan që do bëjmë me matematik një bashkëpunim. Shtrohet konga, domethënë instrumentali që bëhet nga producenti. Edhe unë kam shumë këtë pjesën e instrumentalit e kam me ndjesi, domethënë e kam shumë të vështirë që të ndjej për një instrumental. Edhe por kur është instrumentali i bukur, atëherë më jep atë ndjesim për të shkruar tekstin edhe për të se lidhet edhe me karakterin, atë që don ti, çfarë muzike do që të bësh. Kështu që bashkëpunimi me Dajanën ka qenë në studio aty ka lind. Jemi për shtatë. Jemi për shtatë, domethënë karakteri që jemi për shtatë, se mund të jesh shumë talent, po nuk përshtatesh. Domethënë keni dy rryma që nuk përshtaten. Ne na kanë gjithë bashkëpunimi edhe ka dal një këngë shumë e bukur, domethënë presim ta lançojmë së shpejti. Është një këngë verore. Në fakt ato doja të pyesja se pse pikërisht zgjodhet njëri tjetrin. Po ka të bëjë dhe kimia në momentin që bashkëpunon? Ka, patjetër që ka kimi, se në momentin që nuk ka kimi, edhe kënga nuk s'ka frymën e bashkëpunimit. Patjetër që ka kimi. Kemi edhe këtë që ne punojmë, ta thash, ne punojmë me një studio, edhe është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë kur ka frymën e mirë që bashkëpunosh. Ne aty kemi projektet e njëri tjetrit, mu ka pëlqyer, ka qenë një demo që e ka nis Dajana me Princin, unë jam fut aty. Më ka një bukur si këngë, kështu ka qenë edhe. Për çfarë flet kënga? Atëherë për lej Dajanës unë që të flasi për këtë pjesë. Kënga flet, për çfarë do flasi? Për dashni mo? Për dashni. Për dashni flet. Po pse ecin kaq shumë këto këngë të dashnisë, nuk e kuptoj. Po njerëzit janë të vuajnë mo ti ku di unë tani. Është këngë vuajse. Jo, është këngë ritmike, por që flet për dashnin. Është ritmike, domethënë njerëzit do kërcejnë me të etj. Do kërcejmë njerëz, do të zbulojmë më shumë gjëra se. Këtë projekt. Çfarë bën më të veçantë nga të tjerët? Faktikisht për mua këtë projekt që e bën më të veçantë është se është bashkëpunimi i parë që kam bërë me një femër. Edhe kjo është e veçanta e këtij projekti për mua, plus që është ritmike, unë më shumë kam bërë rap dhe kam në repertorin tim, po kjo është këngë më ritmike dhe bashkëpunim me një femër. Bashkëpunimi i parë me një femër. Edhe i pas ke rënë pikës? Po. Rofsh më i kle. Ky është bashkëpunimi jot i parë? Jo, nuk është bashkëpunimi i parë, unë kam pas bashkëpunime të tjera me çuna. Është i dyti. A keni pasur ndonjëherë debat gjatë realizimit të këtij projekti? Asnjëherë, jo. Ne nuk e dim çfarë është debati. Ne thjesht punojmë, argëtohemi, nxjerrim një përfundim, që është një projekt, e finalizojmë dhe shkojmë shumë mirë bashkë. Faktikisht me Dajanën nuk kemi pas kur debate, por edhe ky projekt absolutisht ka e zgjevaj, shqyr Zotit, po debatet në punë janë pjesë e punës, mendoj unë, edhe janë pjesë produktive e punës. Ndonjëherë debatet japin progres edhe projektit edhe nuk mendoj që çdo herë mund të shkoj vaj. Tani doja të di se çfarë keni zbuluar për njëri tjetrin gjatë këtij projekti. Po, me të thonë drejtën, kam zbuluar që kjo vajza është një talent. Këtë kam zbuluar. Të njëjtën gjë kam zbuluar dhe unë te Montano. Tjetër gjë jo. Këto dyja. Videoklipin e keni bërë? Po. Videoklipin e kemi bërë, presim se janë pjesët e montazheve e gjërave, po videoklipi. Cila ka qenë pjesa më e vështirë e videoklipit? Videoklipi, them drejtën, është pjesa që e vështira është pjesa lodhjes, orët e gjata të xhirimeve. Edhe plus kjo vapa. Edhe vapa i çik. Domethënë pjesën më të vështirë pastaj e kanë montazhierët edhe që bëjnë montimin e videoklipeve. Si mendoni se do ta pres publiku këtë bashkëpunim dhe a mendoni se do jetë hiti i verës? Unë tani pritshmërit, kjo pjesë kam kështu, e bëj këngën që më pëlqen edhe që më duket që është e mirë, edhe e shijoj vetë, e nxjerr. Pastaj nuk është se i vej shumë pritshmëria, po për mua është një këngë e mirë, është karakteri im ajo këngë dhe thjesht e nxjerr.
Edhe shpresoj që të pëlqejet nga masa dhe nga publiku. Ndërsa unë Në pres fundit shumë ose- që të na përkrahin me këto bashkëpunim që kemi. Mendoj që do ja vlej. Mendoj që do ja vlej që ta dëgjojnë të gjithë. Do ta dëgjojmë patjetër me Diana. Projekte tjera bashkë keni bashkëpunim? Momentalisht nuk është se kemi... Apo shikoni si do eci? Jo, momentalisht është ai projekt, domethënë që presim ta nxjerrim, nuk aty jemi në studio gjatë gjithë kohës prodhojmë muzikë edhe pse jo, bashkëpunime tjera. Patjetër. Çfarë i premtoni publikut dhe të gjithë njerëzve që ju ndjekin? Atëherë publikut i premtoj që do bëjmë shumë muzikë, kemi shumë projekte, përveç bashkëpunimit me Dianën kam edhe ca projekte tjera. Na i zbulosh? Po kam projekte solo, janë projekte rap, hip hop, domethënë janë shumë projekte në studio, edhe po i lejmë surprizë për publikun. E njëjta gjë dhe për mua. Kam projekte të ndryshme, solo, bashkëpunime. Nuk mund të them se me kë, por që do e shihni me kohën. Ju falenderoj vërtet shumë që ishit pjesë e programit Vibe. Ju uroj shumë sukses dhe shpresoj të arrini majat sepse e meritoni. Për mua ishte kënaqësi që isha pjesë e Vibe. Sukses edhe ty dhe të falenderoj shumë për çdo fjalë pozitive që na transmetove. Atëherë faleminderit shumë Klea për ftesën, ishte kënaqësi, ishte vërtet një intervistë që do ta mbajmë kështu si intervistë e parë, se është edhe intervistë e parë për mua, kështu që Edhe s'do vish më? patjetër që do vim. Tash është e para, po jo. Do vim për fundi. projekte të tjera, Patjetër që do për vim. Do lajme. jeni gjithmonë të mirëpritur. Faleminderit shumë. Dhe jam shumë e Falenderoj. lumtur që në Shqipëri po dalin çdo ditë më shumë talente. Faleminderit. Talente. Jo artist, talente. Talente. Ta theksojmë. Shumë Falenderoj. suksesa. Shumë për ftesën. Faleminderit. Ja pra kështu erdhi fundi këtij programi, bashkë do të shihemi sërish të hënën në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim.